O Gazo, o heroj i PD-s, më thaj që të ka ardhur zëri prap, ke filluar e thua Zezhineja, tu doj gjani për mua yll, do pak vëmendje ti në këtë pisk vape, pa me rak se ta plotësoj unë dëshirën, të ka ardhur zëri në parlament ty o Gazo, mendon se baba Bufi është plak i moçëm dhe harron, por jo, e mendon se çfarë i bëre ti më 11 maj. Baba Bufi jeton vetëm për të parë ty rrugëve, duke u hequr zvarr o lumav. Kisha vendosur të të lija të qetë në trishtimin tënd këtë verë të nxehtë. Por nuk rrit dot pa mua ti o Gazi im. Të është bërë si ilaç, e do mëngjes, drek dhe dark. Mos u mërzit o yll, dhe pak javë në ndajnë dhe më pas do më kesh në sallë të parlamentit, në komisione, në takime, e kudo. Do jemi bashk për 4 vjet. Po të la baba Bufi do me thënë, se dhe mund të kërkoj dorëheqjen. Kështu më kanë ardhur fjalet nga PD-ja, që t'ja lësh vendi Gentit, e di veti. Pacim tani. Dhe më përmend prapë se me zi presto takimet tona virtuale. Pacim Gazo.